Një lajm shumë të rëndësishëm për shqiptarët e New Yorkut. Dua të bëj me dije se pas shumë konspiracionesh të ndryshme që protestat në New York paguhen, që protestat në New York janë të blera, që protestat në New York janë të dështuara, dua t'ju theksoj që protestat në New York vazhdojnë akoma. Këtë të diel ju ftoj përsëri pranë konsullatës shqiptare në New York për të protestuar dhe për të vazhduar këtë rrugë që kemi nisur. Nuk ka kthim pas dhe nuk ka gjë që t'i ndalojë shqiptarët e New Yorkut të ngrihen në protestë. Do vazhdojmë të bëjmë atë që duhet të bëjmë, si shqiptar që jemi. Duhet i japim mbështetjen tonë që larg dhe për të treguar që ne vazhdojmë të rezistojmë njësoj si ju, njësoj si shqiptarët të cilët po rezistojnë në Tiranë dhe po vazhdojnë prej 52 ditësh protestat dhe duke qenë të pranishëm çdo ditë aty në shesh. Kështu që ju ftoj përsëri në New York në datën 26 ditën e diel në orën 4 pasdite.